Një propozim, nëse s'kalojmë pjesën pastaj kalon në çështën e buxhetit. Veç pak të përfundoj. Jemi support, të janë support. Janë pyetje 3.722.000 euro që janë të parapame, të cilat unë nuk e kam guximin me nënshkru se e di që dështoj. Është parasysh Ilir ti edhe krejt për lik. Para qytetarëve e jo para disoliderëve. Me që se kaloj, unë jam për këtë pjesën tjetër, po ama të amandamentimin nga një pas në deri, për stajë edhe në ato. Kush është për miratimin e planit buxhetit, për cilën ka sekretariati? Kryetari është më mirë është pasporti amandamentit. Jo, veç pak. Unë nuk desha me një buxhetit se veç duhet një Ma nuk kemë probleme tjera me buxhetin. Se jo, dikun në si të amandamentimin Ma kryetar. nuk kemë probleme tjera me buxhetin, me Keni një email Nga se mos të janë votat, po jo dikun në si të propozime. Se kështu se kemi miratimin e planit buxhetit. Po ti kresh e ke miratimin e buxhetit. Kështu krijohet blokada, jeni të shku drejt blokadës. Je dikun në si të propozim, nëse Pastaj s'kalojmë pjesën kalon në çështën e buxhetit. Qesim votim planin e buxhetit, pastaj qesim në votim edhe amandamentimin, edhe tash Me leje. në një Shkojmë si procedura, Ja. Amandamentimin e pastaj buxhetit, se ashtu rrezikon me bloku aktivitetet që bëjnë. Pra jeni Jo, të shtëpi, jeni të shkojmë në rand, sipas randit ditës që e miratu. Amandamentimin nuk e miratu. Nëse leja. Në falni po, është jo i logikshme të sistemi piramidës përbysh. Nëse na e votojmë, buxhetin ose jo. nëse e votojmë për shkakun buxhetit, edhe e rrëzojmë buxhetin, çfarë kuptimi ka me e votuar amandamentin? Ose anasim. Tini ju sa është amandamenti që po kërkoni sa është parashikimi. Letare shkojnë. Shiko, ka një analizë, sekretariati ka bërë një analizë, cilën e ka dërguar 2 minuta para mbledhjes. Jena të sigurt, mbas të përgjigjes nga PTK edhe nga DHL-i, që ky operacion ka me dështu. Jemi të sigurt. E kemi raportimin që kjo nuk jemi sigurt. Veç pak të përfundoj. Jemi support, të janë support. Janë pyetje 3.722.000 euro që janë të parapame, të cilat unë nuk e kam guximin me nënshkru se e di që dështoj. Edhe unë nuk jam interesu një djek 3 milion euro. Pavarësisht edhe 2 minuta për para, raporti lezuar tërësi. Pra, mes asaj çka po thoni ju, edhe çka shkruan në raport shkruan që është vështirë me u kontraktu. Pra, s'ka ku ka amendsimi, nuk është e konstatuar. Pra, sepse ti nuk je nënshtruar në një proces të tillë. Një. E dyta tash po them nuk e nënshkruaj, pra në kupton, ose është e para, ose ato çka po thotë raporti, ose ato çka po thonë ato mbledhje. Ose thotë raporti që është vështirë me u kontraktu. Ky do të bëjë konstatimi, po jo konstatimi që nuk e nënshkruaj, sepse në kupton që ofertues ka më pas, kërkesa ka më pas për me realizu këtë aktivitet. A smundemi me boni pauz, me boni marrëveshje, një konsensus, se njëherë unë kam thonë që KQD-ja e KQZ-s është një parlament i vogël. Tash kemi ardhur një situatë që opozita, edhe kush ka me që fundit që kemi marrë vendimin, nëse ka mundësi me boni pauz. Unë njëherë po bëj ftesë, po bëj thirrje kolegëve që ta votojmë këtë buxhet. Pse? Aspekti i pritshmërisë anticipative është me dështue dërgimin me postë. Hapur. E kemi prej sekretariatit, ti kemi letra prej postës, edhe unë nuk kuptoj ose s'po muj me kuptu qëndrimin që domosdo me u fut mjetet, me u shpenzu mjetet, kur kemi disa fakte dëshmi se ka me dështu. Po, buxhetin nuk e bën disa nësërëtotën në nëshkruën. 3 milion janë në 14 milion që një e kanë përgjë. Për integritet procesit zjedor. Na më klasën për integritet procesit zjedor. Dhe më kanë përbu 14 milion. Dhe kanë bërë një proces të tillë,
institucionet që e transportojnë postën na kanë deklaruar me shkrim zyrtarisht që dërgesat nuk shkojnë. Ose shkojnë diku kaj 7 janar. Edhe me këtë njohuri tashna, edhe me insistu, me vazhdu mi harxhu gjitha të para, është pak për mu absurde, është e ditë që nuk harxhohen pa ja filluar. Nuk para që mund të harxhu pa asnjë shërbim. Kështu që problem. Me kesh për të opsim, po me lanë qendrën e votimit dhe votus me votu. U tham pasaksi, e para dhe një herë, ta kesh parasysh lirë ti edhe krejt për likë. Rregullore është bo vetëm për zgjedhjet të cilat sa po i kalu. Nuk shkruan në vonë. Po shkruan në marrëveshjen që kemi pas secili prej nesh. Po nëse do me kon, aq në atë nivel me shku, atëherë në të mbetet në fytyrën tonë. Ai kupton në fytyrën e secilit që mundohet me e deformumit vërtet që ne e dim. Ti po thu, ligje, çfarë me kry? Mbi çit bazë, shumë procese të dëmshme i keni bëju këtij vendi. Mbi çit bazën e tradhtisë dhe mashtrimit. Po vazhdoj çështja e jotja, edhe ju ja dhe merrni dënimin. Unë vetë po du më këtu jo, po shumë e qartë. Se këtu edhe vlerat njerëzore keni humbë mo me diskutu me juve çështjet e integritetit zgjedhor. Sepse me vetdijet plot, e dini çka kemi bisedu. Edhe çysh kemi dashur me përmirësu procesin dhe me dhënë sekretariatit kohë që deri në organizimin e zgjedhjeve mas zgjedhjeve lokale me përgatit një procedurë e cila e përmirëson dukshëm në rrethonat e votimit e jashtëzakonshëm, do të zgjedhjet e jashtëzakonshme, me u përgatit procedurat që mundsojnë me rrisin besueshmërinë, integritetin edhe themi manipulimet e mundshme që mund vendohen. Kemi obligim para qytetarëve e jo para disoliderëve, cilët i tutën i friksohen, kanë marrë panik prej votës mërgatës, s'pe kuptoj pse. Jo për panik, se Atëherë nëse s'ka panik, çka? Po amendament. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Kush është kundër amendohet se abstenim për pa amendament, lësë se kaloj, unë jam për këtë pjesën tjetër pa amendamentim, po megjithatë sekretariati udhëzohet që me përmirësu buxhetin lidhur edhe me plotësim për amendamentin edhe e shohim se që mundem me vazhdu. A vazhdojmë me pikën e radhës ne? Po, unë në shumë. Në situatë në me shkurtu pa